që ju kanë rëdzu ligjën gjykatë kushtetuese, dele dhe thëtë, këta janë të kapun, nga kush janë të kapun, sepse nga drejtoj edhe neve, ndërkaq ti 5 gjyqtarë gjykatës kushtetuese janë zgjidhën kohën e panit, 2 gjyqtarë janë zgjidhën kohën e vetëvendosjes, praktikisht nëse bënti një qasi kalkulime, po i bjen që LDK se pas ka kërkën, po nuk shikohet ashtu gjykata kushtetuese. E kanë dështu komplet mundësin e artë të reformimit të drejtësisë në një periudhë kur i kanë pas 51% dhe mendoj që kanë mujtë me shty për para proceset tjarë zakonisht. Pyetje shumë profesionale, shumë shkurtë si koma edhe dy pyetje dhe për na duhet me mshel. Çka mendon se duhet me kthjell drejtësinë në Kosovë pa ndërhyrje politike? Se ndërhyrjet politike janë thirrë në soaza të reformimit, po kemi pas tek i fundit gjithherë ka qenë prapavi politike. Tash e Sovjet janë pjesë e medjave. Unë e komendu shumë gjatë këtë punë edhe para se me bo programin e kalum, edhe ndej vazhdoj me mendu njëjtë, që aq është e brisht kjo pjesa e reformës së drejtësisë prej politikës, që po duhet me bo një farë kapërcime edhe me gjetë një modus qysh me reformu drejtësinë, kur e din që prap duhesh me votu ligjën kuvent ti si politikan. Dhe unë kam marrë në përfundimin që duhet me digitalizu sistemin e drejtësisë. Mos më thuj me pru kërë prokuror me inteligencë artificiale. Jo, s'ka bëm si Shqipërina me ministre me AI, por që ka po them është që për me thjeshtësu. Kur unë po them duhet me digitalizu sistemin e drejtësisë, unë po them që rritet automatikisht në një anë transparenca e gjithë shkaje që e bën sistemi i drejtësisë, dhe vetë sistemi e matë performancën e sistemi të drejtësisë, vetë sistemi vlerëson çka po mungon në sistemin e drejtësisë, dhe praktikisht gjatë krejt kësaj periudhe, vetë sistemi lirohet prej burokracisë së tepërt. Nëse një prokuror a një gjyqtari sot duhet më marrë me lloj burokraci plotësisht panevojshme në mungesë të stave të mekanizmave, lirohet prej shumë gjërave të panevojshme. Tash, kur unë thëm prokuroria është e kapur, është problem sepse aty ke prokuror që ndoshta i dështojnë 30 landë në 2 vjetë dhe ke prokuror që si dështon asnjë. Dhe ti nuk mundesh me i vendosë në një kanar që të dy. Pra sistemi duhet me etablu sakt ku është problemi. Nëse ti e ke një prokuror të cilit vazhdimisht i hudhen poshtë akta akuza që i ngrit, nuk është problemi të sistemi, po është problemi të prokurori. Në të njëjtën kohë, nëse del që sistemi vazhdimisht po hudhen poshtë akta akuza të një lloj të caktuar të veprës penale, po i bjen që prokurorët kanë problem me kuptimsinë e saktë të çasaj vepre penale. Domethënë janë disa forma shumë të thjeshta. Për me shkutje pyetja kryesore. A premtoni si një gjatë të tillë nëse vini në qeverisje si LDK? E kemi prioritet digitalizimin jo vetëm në drejtësi, por në përgjithësi, në shëndetësi, në arsim, në drejtësi gjithkund e kemi prioritet. Kjo është zgjidhja e problemit largimit politikës prej këtyre sektorëve të rëndësishëm që konsiderohet që kemi ngeci? Po, sepse më spytë do arsa që ka ndodhë me prokurorin. Me prokurorin. Shumë e thjeshtë. Çka nëse na përsëritet prapë rezultati i njëjtë mas 28 dhjetori do ars? Se zoti Kurti ka parandruar mundësi të shumicës në zgjedhje prapë në mars. Shikon, më me dëshirë flas në raste konkrete se sa hipoteza, po çka mund të them, i blokad 8-9 mujore i çdo me zgju pak një farë reflektimi dhe urgjencë të qytetarët e Republikës Kosovës, sepse nuk mund vazhdohet më një lloj. Tani unë nuk pres që të jetë rezultati identik, dhe mendoj që duhet reflektojmë pas rezultatit, çka unë mund të them është që LDK nuk ka me lënë vendin pas qeveri. LDK absolutisht përveç se po garan për me udhëheq qeverinë, LDK-ja ka vendosur që duhet me çdo kusht me qenë qeverinë, kuptimin që janë disa procese që duhen. Edhe me lëvizjen me vendosje të varës? Tash, në raport me lëvizjen me vendosjen duhet me kuptuar që ne kemi sqaruar vazhdimisht që kemi një hendek shumë të madh. Dhe kur po na pyesin çka i bën ky hendek, jemi munduar me zbërthy hendekun njerëzve, kemi thonë okay, nuk është vetëm çështja e gjuha. Pavarësisht që gjuha është një prej çështjeve elementare sepse kjo e dehumanizon politikën edhe në sytë e shoqënisë. E përmendën fillim të emisionit mendsi. Janë disa sende shtetare që janë më të rëndësishme më pas se gjuha që duhet mi vendosi pika. Edhe pika e parë, domethënë shtylla kryesore që duhet mu ul me bisedu në raport me pozicionet politike. Kush kryetar kuvendi, kush kryeministër, kush president, a do të bllokohen proceset e emërimeve gjykatës kushtetuese, a do të vazhdohet me gjuhën e njëjtë linçuese për emërimin e kryeprokurorit, sepse që sa vite jemi veç me ushtrues detyre etj. Domethënë, duhet pak me vizu disa sende që janë shumë thelbësore. E dyta, shtyllë shumë e rëndësishme është çështja e integrimeve evropiane dhe vetë raporti me aleatët tonë kryesor. Nëse ne nuk gjejmë gjuhë të përbashkët këtë që LDK e shes si thelb dhe fundament të Republikës Kosovës, atëherë kemi problem me shkututje. Domethënë, pikat kanë me qenë të përafrimit programor dhe nëse dikush mund të thotë që
me gjithë çka kam pa nga lëvizja vetëvendosje këto 5 vite është që ekziston mundësia e përafrimit në këto që po i përmendi, atëherë sinqerisht di çka them, po unë nuk besoj në një farë kthjellësie brenda natës. Dars, kena ardhur ka dalë deri te pjesa e fundit. Faleminderit shumë për konsideratin, faleminderit si muzikë ke ardhur në emision tonë. Kelon me ndajt më shkurt. Faleminderit shumë për vlerësimin. Dars, pse duhet më votu LDK-n konkretisht Darsa gjatë këtyre zgjedhjeve? E di si shumë modest, po jena në fushat. S'ka lidhje, unë prapë për vetes pse... Okej, dhe s'kjo standard që e bëjmë fund të emisionit. Jo, për vetes prapë s'po flas. Jo, po ta shumë standard, se na vjen kjo pjesë. Si kur bash ministr, ose diçka unë il shoj këtë pjesë, ta ma e mon me ndars. Mu e kanë më ka ra fatkesisht gjatë media me përcjell shumë njerëz të mirë, me marrë me bëj intervista kualitative, kur kanë shkum